Si ndikon kjo pjesa e maskës tek personaliteti i femrës? Kemi dy lloj modelesh, pra kemi gra të forta, kemi edhe gra që janë më pak të forta, që mos ta themi të dobta. Kemi edhe dy lloj maskash, pra kemi gratë që përdorin maska për të dukur të forta, kemi edhe gra që përdorin këtë metodë maske në anë viktimizimi, pra për të treguar atë gjë që nuk e transmetojnë dot, por për ta treguar në një pjesë që ato viktimizohen, pra duke bërë sikur janë të smura, për qendër të vëmendjes, sikur nuk po ja dalin dot, sikur janë të lodhura, pra kemi dy anë të kundërta. Vëmendjen familjare, vëmendjen e partnerit, varet nga problematika që ka, vëmendjen e fëmijës, nëse fëmija ndoshta nuk të jep atë çka ti jep, pra dhe ti kërko vëmendje në shumë mënyra, e kërkon, nuk e arrite dot ta kryesh në këtë mënyrë, do ta kthesh në një mënyrë viktimizimi. Pra dhe prindi shpesh e përdor maskën e viktimizimit me fëmijën, duke i thënë që unë investova për ty, bëra për ty, pse ma kthe në këtë mënyrë. Pra janë traditat shqiptare që është një zinxhir, pra një kalvar i kulturës, edhe më pas tash është bërë si një rutinë e përditshme.